Izraeli është duke rrafshuar dhe shkatruar të gjithë infrastrukturën e Sirisë, biles përpara pak ditësh edhe goditi bombardoi pranë pallatit presidencial të Ahmed al-Sharës, dhe turqit janë të tmerruar dhe duan që të bëjnë diçka, por deri tani nuk po bëjnë, nga që nuk guxojnë dot që të hynë luftë me Izraelin. Olc, nuk e di domethënë, po besoj kemi 10 minuta, duke qenë se ti je në Malajzi, po ndodh një midis Indisë dhe Pakistanit, nuk e di sa informacion ke, domethënë dy fuqi bërthamore që po kanë një konflikt që mund të degenerojë, domethënë për shkak se India së fundmi ka marrë një vendim për të mbyllur atë digën që furnizon 80% me ujë Pakistanin. Nuk e di sa i informuar je dhe si e lexon këtë zhvillim që është në kufi sërish me Iranin. Ky konflikti ndërmjet Indisë edhe Pakistanit është një konflikt i vjetër, domethënë që ky vjen që nga koha e asaj që quhet The Indian Partition, po puna është që shkaku për të ndezur konfliktin ndërmjet Indisë dhe Pakistanit nisi nga ai sulmi terrorist që ndodhi në Kashmirin e kontrolluar nga India përpara pak ditësh, ku u vra një grup me turist dhe sikur thuhet personat që kanë bërë masakrën kanë pretenduar që janë grup xhihadistësh dhe India pretendon që ky grup xhihadistësh mbështetet nga Pakistani. Deri tani ushtria pakistaneze, shteti pakistanez ka deklaruar që ne nuk jemi mbrapa këtij sulmi terrorist, dhe unë besoj që Pakistani nuk është, nga që Pakistani nuk ka interes që të hyjë në luftë me Indin. India është shtet shumë herë më i fuqishëm, dhe shumë analistë dyshojnë që mund të jetë ndonjë palë tretë që mund ta ketë provokuar këtë konflikt. Miku im, që është edhe me origjinë gjysmë pakistaneze, Sheh Imran Husseini, beson që mund të jetë edhe vetë India që mund ta ketë provokuar këtë, ose ndoshta Mossadi izraelit. Kur bëhen sulme terroriste, sikur bëheshin sulme terroriste që nga 11 shtatori apo ato bombon London bus bombing etj, sikur ka treguar historia, gjithmonë mbrapa tyre qëndrojnë shërbimet sekrete. Dhe nuk mund të jetë e pamundur sikur vrasja e turistëve që ka ndodhur në Kashmir të jetë bërë ndoshta nga Mossadi izraelit, pasi sikur e kemi thënë edhe më herët, Netanyahu është një njeri i çmendur, domethënë ai do një luftë totale. Dhe një ndedhje e një lufte ndërmjet Indisë dhe Pakistanit do të thotë që me gjithë bota islame, që nga Turqia e deri në Pakistan, është në flak. Por duhet kuptojmë një gjë tjetër, që si India si Pakistani janë që të dyja fuqi nukleare. India përpara pak ditësh është tërhequr nga një marrëveshje që ka bërë me Pakistanin për kontrollin e përbashkët të lumejve. Në këto momente që ne flasim, India deklaron që ka mbyllur rrjedhën e 2 lumejve, sepse lumejt e Pakistanit rrjedhin nga Himalajet, që janë në pjesën e Indisë, dhe Pakistani po kërcënohet me një katastrofë ekologjike. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se nëse India bën një gjë të tillë, kjo është një deklaratë lufte, që kur nisi ky incident, nëse s'jam gabim përpara 4 ditësh a 5 ditësh, ushtria pakistaneze ka njoftuar që ata janë në gjendje gatishmërie dhe presin sulm masiv ushtarak nga India. Kryeministri Modi i ka dhënë urdhër ushtrisë indiane që të bëjë çfarë të jetë e nevojshme. Edhe besohet që mund të kemi një konflikt, ndoshta në 72 ose maksimumi në një javë që vjen. Po ngjelet që të shohim se si do të jetë konflikti. Konflikti pothuajse ka nisur për personat që ndjekin raportimet e Al Jazeerës. Kemi goditje dhe shkëmbime zjarri ndërmjet kufirit indo-pakistanez, por deri në këto momente
nuk kemi një përshkallëzim të konfliktit. Nëse ky konflikt do të përshkallëzojë, ushtria pakistaneze, e cila nga ana konvencionale është ndoshta më e dobët se sa India, ka premtuar që do të përdori gjithë arsenalin e saj, duke lënë kuptohet që ndoshta edhe armët bërthamore. Kujt do t'i interesonte një konflikt ndërmjet Indisë dhe Pakistanit, sikur e thash më herët, zionizmit. Ai që projekti zionist është djegja e botës. Po, ajo që pash tjetër orës është që, domethënë, rolin e Rusisë në raport me Indinë dhe Pakistanin, si e vlerëson se pash, domethënë, takime të rëndësishme që bëjnë palët, Lavrov ishte me homolog në Pakistan, Putin komunikon me Modin, bëhet fjalë për këtë nuk ta them me garanci se duhet ta verifikoj, domethënë për ndihmë dhe mbështetje ushtarake nga ana e Rusisë për Indinë, po këtë nuk të e marr me rezerva. Historikisht Rusia ka qenë aleati më i ngushtë i Indisë dhe ushtrinë indiane, raketat indiane etj, teknologjinë që ata kanë ruse, që nga raketat Brahmos që ata i kanë zhvilluar në bashkëpunim me Rusinë, por Rusia nuk ka interes që të nisi një luftë ndërmjet Pakistanit edhe Indisë në këto momente. Për shumë arsye. Arsye numër 1 se një luftë e tillë do të vinte në pikpyetje projektin e BRICS-it, që rusët edhe kinezët duan bëjnë. Dhe si India si Pakistani janë antarë të BRICS-it. Gjëja e dytë është që në rast të një superioriteti ushtarak nga ana e Indisë ndaj Pakistanit, medomos që Kina do të hyjë në luftë, sepse domethënë zona e Kashmirit është e pushtuar apo e ndarë në 3 pjesë. Një pjesë është ai që njihet si Azad Kashmir apo Kashmiri i lirë, pjesa tjetër është Xhamu dhe Kashmir, që është zona e Xhamut dhe Kashmirit që India mban të pushtuar që nga 1947. Dhe pastaj është zona e Aksai Chin, e cila është pjesa veriore e Kashmirit në zonën e Ladakut, të cilën e mban Kina në pushtim, dhe kinezët me indianët kanë bërë disa luftra për atë. Konflikti më i fundit ishte përpara pak vitesh, ku kinezët arritën që të detyrojnë ushtrinë indiane që të tërhiqet. Dhe puna është kështu që në rast të një superioriteti nga ana e Indisë, nëse lufta nuk bëhet nukleare, por bëhet konvencionale, ndaj Pakistanit, kinezët do të ndërhyjnë ushtarakisht. Anën e kujt do mbajnë? Anën e Pakistanit. Pakistanit? Po, kinezët janë aleat Pakistanit dhe kanë një aleancë shumë të fuqishme bides edhe modernizimi i Pakistanit, investimet në Pakistan, ndërtimi i nëndecëve etj. Është nga ana e Kinës. Dhe rusët janë të tmerruar nga mundësia e një konflikti të tillë, sepse një konflikti të tillë do të shkatronte atë unitetin ruso-kinez, sepse rusët janë në një pozitë shumë të vështirë në këto momente, se ndërsa ata kanë nevojë për Kinën, që nga sjellja e naftës, të tregtia etj, në anën tjetër ata kanë investime që në luftën e ftohtë me Indinë dhe do të detyroheshin që në rast të një konflikti të hynin në krah të palës indiane. Po çfarë do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte fitoren e zionizmit perëndimor, sepse nëse Kina do ndërhynte në luftë dhe Rusia do të ishte në një pozitë jashtëzakonisht të tmerrshme dhe të vështirë, edhe për më tepër një luftë indiano-pakistaneze do të diqte gjithë Azinë qendrore, dhe Azia qendrore është në kufi me Rusinë, dhe do të sillte një ringjallje të talibanëve dhe grupeve të tjera, të cilat historikisht kanë kërcënuar ekzistencën e Rusisë. Prandaj rusët e shohin këtë mundësi konflikti si shumë të rrezikshëm, po varet të shihet se sa larg do të shkojë çmenduria e kryeministrit të Indisë Modit. Pala pakistaneze i ka ofruar Indisë
shpërndarje informacioni, i ka ofruar që të gjejen kush janë këta terroristët, i dënojnë etj, por nuk kuptohet domethënë se çfarë qëndron brapa kësaj. Unë kam student nga Kashmiri që i kam në universitetin tim, dhe sipas kashmirasve, ata dyshojnë që mund të jetë vetë qeveria indiane që ka provokuar këtë sulm terrorist, ndoshta me nxitjen të mbështetjen e Izraelit, sepse duhet dihet që India ka marrëdhënie shumë ngushta me Izraelin, që të dy i shohin muslimanët si armiq të tyre, dhe domethënë ekziston dyshimi që ndoshta mund të jetë Izraeli mbrapa kësaj nxitje të Indisë për nisjen e një konflikti. Po për Iranin, çfarë do të thoshte nisja e një lufte të tillë? Edhe për Iranin do të jetë shumë problem i madh për disa arsye. E para, Pakistani është vend fqinj i Iranit dhe çfarë do lloj lufte që mund ndodhte në Pakistan, kjo do të thoshte me miliona refugjat pakistanez që do të kalonin për në Iran. Gjatë luftës në Afganistan, Irani ashtu sikur Pakistani u detyruan që të marrin me miliona refugjat lufte afgan. E para, e dyta është që Irani kërkon stabilitet në krahun e Indo-Pakistanit, nga që e para Pakistanin e ka fqinjën e tij, e dyta ka të bëjë me punën e tregtisë. India është blerës i madh i naftës iraniane, sigur janë edhe pakistanezët, edhe pse jo direkt, por jo indirekt. Dhe për më tepër, biznesmenët indian janë biznesmenët kryesorë të cilët janë të përzier në shitjen e naftës iraniane, se sigur e dim Irani është në sanksione nga Amerika dhe Izraeli dhe nuk shet dot naftë, dhe janë në cisternat e naftës indiane, ato që shkojnë në gjirin persik dhe që blejnë naftën iraniane dhe pastaj e shesin në Kinë, në Azi, në gjithë botën. Pra, për Iranin një konflikt indo-pakistanez do të jetë të madh.